ka radhen? Kush? Telefonin. Ti bje? Bjeri e? Ja. Pse? I kam ra. I kam ra. E ke marru? Si e ke marru? Pa pra? Po mirë. Ti prite se do i bi këtu direkt. Bona i pun tjetër. E regjistrova telefonatën jashtë ambienteve të studios. Do ta dish se si ka dalë? Po. Do, je ku jo. Alo, mirë dita. Po. Alo, mirë dita, keni nxjerr një lajmërim në gazetë, ju lutem që shis një aparat? Po. Alo? Po, në vërtet. Ju lutem, a mund të prisni vetëm 10 sekonda në linjë sapo t'ju kaloj shefin tim? Po. Tiripiripim, tiripiripim, Po. Alo, a mund të ma shpjegoni pak se si është aparatit, lutem? është një tavolinë kështu me llamarin i nokti edhe kjo mekanizmi i sipër. Më fali një sekond, kjo aparati është për të bë petlla? Po. Qa petlla është bë kë? Petlla nga ato me brim, mes, kështu. Pa petlla... A, nuk është për aty që bën petlla në ujë, është petlla në brumë. Alo? Që ndasë më galu fonë. Alo, në Velipoj jam në plash, po. Alo? A është nga këta që përdoret në breg detit? Nga këto që përdoret të bregu i detit? Po. Në Velipoj nuk e di, po këti nga Durrësi po, ato që janë në breg detit. Alo? A është me karrocë kjo që shtyhet nga këto që janë kështu portative? Po, ka rrota. Karrota. A mund është me mi thonë pak parametrat cilësor, të lutem? Cilat janë të parametrat, se nuk Sa të mëdhaja i papetlat kjo? Nuk i kam matë me herë, do të me matë. Afërsisht? Afërsisht shumë me diametër 5 centimetra. Mirë, për këtu thot që bët 3 petlla për i herë, këte se kuptojnë të ashtë i masërën, pak lutem. Do të pista shofrës në vend. Ku e keni, që vendi? Në Tiranë të jemi, në ke ishtë stacioni funit Tiranë të Re. Ku jeni? Ishtë stacioni funit Tiranë të Re në Tiranë. Po, dhe çmimin, sa keni vendosur përfundimtar, kështu pa pazar, domethënë që mos me hy me pazar. Ai që është aty që keni pandemi. Nuk ulni fare nga kjo çmimi? Duhet vijë fisti me babën, unë nuk mund të bëj. Ma e pak babën të lutem, faleminderit. Alo, mirë dita. Mirë dita. Alo, mirë dita. Ju jeni baba i petlave, baba i atij çunit, Po. Alo? Po. Po, të lutem, a mundesh më ma sqaru pak të punën e petlave? Që ga po fleti? Si? Ga po fleta shqytet. Nga Velipoja. Për hiqë një si ato tjera, du të kesh aty ti. Si? Një si ato që janë në plazh. Të lutem, se ndoshta telefoni jot ka ose telefoni jem ka probleme, nuk dëgjoj mirë. Që ato makinat që janë plazh, që ka një kokër me një vërin mes. Po që thët 2 kokra, 3 kokra kjo? Pse ka 3 kokra kjo? Pse nuk ka 2 kokra, se unë i di që janë me 2 kokra? Jo, kjo është me një kokër me një vërin mes. Me një kokër? Po, me një kokër me një vërin mes. Edhe ke në Velipoj aty, në lejë. A ma përshkruan pak? Uro? A ma përshkruan pak? është një loj, pra, një loj si ato tjere, të është një kosh që hidhet brumi, edhe poshtë ka atë formën. Poshtë ka formën e petlave? Po. Janë petla me kosh? Uro? Me kosh e me vudhra, bëhen këto petlat? Se unë s'këm bënë e herë petla, me të thonë drejten. Për s'ka gjë, do i bëjmë këtu ne, këto është problemi që qëse ti do vishë bash makinën, ne kemi recetën zu, do bëjmë recetën, do ta hedhim, do e pjekim, do e shot, do e shofis, do të mushet meri do e mash. Ju e keni recetën e doktorit, e? Po. E qa ka shkru në recetë, doktori? Për që si ka kur të vish këtu të shi? Urdo? Kur të vish këtu... Pa, mirë, sa është qmimi përfundimtar kështu pa ba pazar, mas me ba pazar, hiq. Pe ke qmimi aty ka zhe, 9.000 lek të reja. Ja, pa me ull pak, se unë vi për baj gjithat rrugë. Jo, me ull nuk ullet ba, sepse të është fillimi stinës. Si? Nuk ullet ma, them, jo. Alo, po gjovë zetë, lek të reja? E për 9.000 lek.
Jo, se lek të reja? 9.000 lek. 9.000 lek. Po në qovë se ky, petullat? Si, edhe je do e provoj këtu, po të them ne, të mund shmeni të Po pra, po. Ky është me karrocë që me rota, rotat? Rotat i ka pra, po i ka të vogla qizë janë. Në qovë se shitet? Nuk e kam të... Shiko, ne nuk merë me vesh, du të shi mirë është vish veti këtu të shovi. Pse nuk merë me vesh? Pse nuk në gjoj mirë në ty? Mos ka problem telefoni? Ka mund të jo telefoni, s'po di kjo. Mirë, edhe herë. Sa vjeç? Kur si ka ba... Vjeç? Jo, se morë vesh. Se more vesh. Edhe herë, po ta presis edhe herë. Se, kur... ka... Vjeç? Jo, s'morë vesh fara, po jo. Kalo ke celulari, ti ke telefonit celular, që ke aty, edhe s'qaro me djalin. Jo, se dëgjoj mirë, unë tashti po dëgjoj shumë mirë, po dëgjoj tashti. Am dëgjon ti mirë tashti? Po, shumë mirë. Okej. E ke shty në i herë ti këtë karrocën? Edhe një? Kjo karroca është me rota shtyhet. Po, shtyhet. Po, në momentin që e shtyn petullat? Jo, po në qofë se petullat se merë brumin, kur petullat me 500 lek? Nuk e di, sa shpime ty Velipoj, nuk e di. Se në qofë se 500 lek, sa kile duhet që... Edhe një hebra nuk qaron telefon këto punë të shi. Po qa sharon, sa madhe... Kokra? Shiko, të shkojsh në plashin e Velipojës. Jo që për vëmendit sa sonë dhe nuk ka në vetë. Të shkojsh në plashin e Velipojës. Aty jenë ato makinat, e petove, në Velipojë dhe ka dhe në lezi që këmë posë. Oke, ju. Prit një minutë. Janë ka dhe 5 makinat të që punën njëna mas tjetës. Po. A i keni shqit ju? Një sekund. Se ju. Se faturën e dritave për shemull? Që mund ka me dritave? Ose fatura ujit? Jo, ajo punon me ashtu, për punon me... Një sekund sa të lidh me operatorin e shërbimit Alp Telekom. Alo, shërbimin dhe klientit, Alp Telekom. Alo, mirë dita. Mirë dita. Jemi shërbimin dhe klientit i kompanisë telefonike Alp Telekom. Po. Alo? Po, vazhdo. Ju e dini që janë shtruar fibrat optik në lagjin tuaj? Jo, nuk e dim, po. Nuk e dini. Atëherë, a mund të na thoni kur ka qenë pagesa e fundit që keni bërë me faturën tuaj telefonike? Para 10 ditësh. Para sa ditësh? Para 10-12 ditësh. Po, ju njoftuan që ju ka ndryshuar numri i telefonit? Jo. Atëherë, doni ta merrni numrin e ri të telefonit? Po jo, do të ashtu, do të mendomi. Jo, numri juaj ka ndryshuar automatikisht me vendosjen e fibrave optik, nuk ju njoftuan kur bët pagesin e fundit të telefonit? Jo. Atëherë, mbajni shënim ju lutem numrin? Alo? Uro. Mbajni ju lutem shënim numrin? For një. Po. 2. Po. 2. Po. 6. Po. 4. 6-4, po. 2. Po. 3 shi fundit, i morët të gjithë numrat, ju lutem, i lexoni pak? 2-2-64-23. Jo, e keni gabim. Edhe një herë. 2. Po. 2. Po. 4, 2. 7. Po. E morët tani të plot, ju lutem? 2-2-4-2-7. Jo, nuk është ky 2-4. Atëherë, ju lutem, shërojmë me kujdes. Ju lutem, numri i parë. Po. 2.